Një tjetër vit i jetës sonë të çmuar ka shkuar. Disa prej nesh kanë udhëtuar më shumë e disa më pak në rrugë për të gjetur lumturinë e vitit. Por mos e harrojmë se çdo moment i jetës sonë që vjen është shumë i çmuar. Me anë të emisionit prive, udhëtimi i gjatë dhe i lodhshëm gjatë vitit që lan pas, përsëri bëhet më i lehtë në shtëpinë tonë të përbashkët Klan Kosova. Gjithmonë duhet të besojmë në shijen tonë plot befasi dhe të mbushur me jeshi melodike dhe me rrëfimet tona të panumërta për jetën e atyre që na lumturojnë me këngë. Unë sonte nuk jam vetëm. Me mua do jenë kolegët e mi dhe stafi i palodhshëm i Klan Kosova. Derisa tek ne është një atmosferë ngrohtë festive, Irma Gjema dhe Maki Bajrami ndodhen në një tjetër atmosferë të çmendur me përplot mysafir. Në fakt me artistët tanë më të mirë të mbledhur ndonjëherë në një vend në Zone Club. Liberta, faleminderit shumë. Urime vitin e ri, ty Liberta, edhe ty Irma. Faleminderit Maki, gjithashtu edhe ty. Urime juve krejt këtu që jeni prezent sonte me neve, urime juve që na shikoni përmes televizionit. Shpresojmë që 2014 do tjetë edhe më mirë për neve. E na po ja bojmë sefte sonte këtij koncerti shumë të madh që ka organizu Privea për natën e dytë vitit të ri. Po ja bojmë sefte me këngëtarët e ri, Yll Limanin edhe Kidën. Të filloj me Kidën. Shumica për juve nuk e njeni, është artistja më e re që po e synon tregun muzikor edhe në paraqitje për shihet që premton shumë. Kida, si fillim e kam një pyetje për ty, me na tregu që shke vendos me u debutu mas pari në muzikë në tregun tonë kosovar. A ki njet me anis me u inspiru të dikosh në artist shoftë këtu shoftë edhe jashtë Kosovës, edhe Shqipërisë edhe krejtrojeve shqiptare, a e ke boat stilin tonë veçantë? Qysh e ke mendu këtë punë? Kom mendu me hi si një stil i ri, po ashtu jam inspiru edhe prej shumë këngëtarëve botror. Edhe tash jam të punu shumë në për studio, edhe jam të e lansu klipin e ri tash mas vitit ri, edhe po presim shumë punë këtë vetë me bo. A je bo gajti për showbiz e këtu të na ndodhë gjithë shka me skandale, me dashuri, me gjithë shka mundet me ndodhë në showbiz? Qa i ki punti me këto sene? Gati, krejt gati. Vazhdojmë me Yllin. Ju tash më e njeni emrin Yll Dimani, këngëtari më i ri skenës tonë. Yll, ky vit 2013 ka qenë mjaft i suksesshëm për ty për karrierën tënde. Ke lansu klipe, je bo një emër shumë i njoftur në skenë. Qysh mendoj që ka me vazhdu 2014? A kime mbajt njëjtin ritëm si në 2013-ën? 2014 ka qenë një vit shumë i suksesshëm për mua me qujt, kam fillu tash studimet në universitet, kam lëshu një klip 3 në gjatë verës, edhe tash gjatë të në kohës, gjatë të në këti viti, kom përgatit këngë 3 klipe 3 cilat veç kanë mullëshur momentin që unë edhe ekipe me cilën punoj, kanë me konsideru duon momentin për me lëshu projektet e reja. A mendojnë që je i ri mu përballë me showbizin, me skenën muzikore tonën, me skandalet që ndodhen këtu të na? Unë kom fillu mas pari karrierën në Voice of Albania para 2 vjetëve, edhe kur njerëz të mbyten a ki alo emocione, unë tash para ma herët me Kidën e bisedoha që alo kam dridhen se është gjithmonë emocion shumë i madh kur përballesh me një publik që nuk e din çka me të prit, nuk e din a kam i pëlqy ose Faleminderit Yll, tash do ta fillojmë këtë koncert madhështor me shumë yje tona, po hapjen e këtij koncerti e bën Yll Limani. Por ty o krejt yjet e qjelit, i kisha marre, ti kisha furu, edhe shkëlqimin e honës e djelit, ti kisha fal veç me treku sot du. A e dinte, sa shumë ju lut, më një edhe ti, si kur unë tregon para se me shku.
Kush ka me ti pusit, kush funët me dash më shumë se unë. Këse so jena tritit, një zemër që të do ti më se unë. Vesh një herë një shans me ma jep diçka që se këm pas me mungu. Jo s'ka ndodhju te unë as njëherë. Rridhe pak t'i sonte me mu, rridhe pak t'i sonte me mu, rridhe sonte, edhe sonte, edhe sonte, edhe sonte. Kush ka me ti pusit, kush funët me dash më shumë se unë. Këse so jena tritit, një zemër që të do ti më se unë. Kush ka me ti pusit, kush funët me dash më shumë se unë. Këse so jena tritit, një zemër që të do ti më se unë. What you know about me? I'm a murder. Love ain't know about me. I'm a murder, murder. Love, I'm a murder, murder. I'm a murder. What you know about me? I'm a murder. Love ain't know about me. I'm a murder, murder. Love, I'm a murder, murder. I heard every word you say. Means who you wanna play. I can smell the lies that you tell. What you do doesn't matter anyway. It's getting harder every day. Zero attention that I pay. I'ma kill you every single play. And not with me, boy, you gotta understand that I'm a murder. What you know about me? I'm a murder. Love ain't know about me. I'm a murder, murder. Love, I'm a murder, murder. I'm a murder. What you know about me? I'm a murder. Love ain't know about me. I'm a murder, murder. Love, I'm a murder, murder. Is this all you are about? The real you is coming now. I'll never be someone you can control. You got it wrong when you thought you got it all. It's getting harder every day. Zero attention that I pay. I'ma kill you every single play. And not with me, boy, you gotta understand that. I'm a murder. What you know about me? I'm a murder. Love ain't know about me. I'm a murder,
Faleminderit vajza. Do të jemi edhe plot herë gjatë mbrëmjes së sonte me bashkë. Do të kemi edhe shumë këngëtarë që sonte kanë ardhur enkas për ju për të mbledhur e festuar bashkë me emisionin numër 1 të showbizit në vend. Mos largoni se keni edhe shumë për të parë dëgjuar. Po i Romana është pak ata. Disa herë kemi cekur rëndësi të madhe tek secili prej nesh pa dukja. Në fakt, kjo gjë kërkon punë e përgjegjësi të madhe. Ushqimi i rregullt dhe i shëndetshëm, ushtrime e fitnes gjithçysh, gjumë të rregullt e të tjerë. E nisim me gjininë e kundërt, me materialin që do të shohim tani bashkë, me një listë të cilën ju të dashur shikuesi keni përzgjedhur, mashkujt më seksi të vitit. Emri i kujt radhitet në këtë listë? Unë nuk e di. E ndjekim bashkë në vjem. Shikem të kançon. Krahas femrave qëndron gjinia e kundërt. Listën e meshkujve më seksi për këtë vit e përbojnë 10 veta. Të shohim se kush arriti të zëvend në këtë listë e të cilësohet ndër meshkujt më të bukur, simpatik e me një fjalë seksi për vitin 2013. Drini Zeqo, ndoshta njëri ndër prezantuesit e gazetarit më të mirë në Shqipëri. Lirisht mund të themi se është një mashkull shumë simpatik. Falë për masave të tij trupore, ai edhe është bërë imazhi një brendi të njohur të veshjeve. Me trup të formsuar, ai lirisht mund të shohet si mashkull tërheqës, ka një paraqitje të lezetshme dhe pse të mos jetë krahas këtyre meshkujve që cilësohen seksi për vitin 2013. Sigurisht që edhe femrat pëlqejnë llojin e tillë të meshkujve, një zeshkan i cili ngjan si një model, ai renditet i 10 në këtë listë. Bjordi Mezini, djaloshin e ri të cilin publiku e mban mend nga reality show Big Brother, ka një fytyrë të jetë të bukur, flok paksa të gjatë, ndryshe nga të tjerët dhe trup të formuar mirë. Është simpatik, duket seksi dhe reflekton ëmbëlsi tek gjinia femrore. Renditet i 9 në këtë listë, kështu duke u zënë vendin shumë meshkujve shqiptar. Je vetëm ti ajo. Radha është për Artabazin. Ai është këngëtar me portret mjaft simpatik, atraktiv dhe me një trup mjaft të skalitur, shpatulla të gjera, pra Artabazi ka një imazh ideal dhe për t'ia pasur zili. Pozita numër 8 i takon atij dhe kështu bëhet pjesë e meshkujve më të veçantë e që karakterizohen seksi për këtë vit. Sot nuk mundem të jetoj një moment. Well, I thought I knew you, thinking that you were true. Është e pamundur të flasësh për meshkujt e pashëm dhe seksi e të mos përmendet Lorik Cana. Ndoshta edhe profesioni i tij prej futbolleri ka bërë që ai të ketë një trup pothuajse perfekt. Lorik Cana është përfolur vazhdimisht nëpër media për histori dashurie me femrat, e si mos të çmenden femrat pas tij kur shohin gjithat mashkull. Loriku përveç fytyrës simpatike ka edhe trup tërheqës. Madje ai shpesh është shpallur si mashkulli më seksi e normalisht edhe në listën tonë bën pjesë dhe renditet i 7 me radhë. E një mashkull që bie në sy është Nik Xhelilaj. Ai shihet se ka kujdes të veçantë për veten, gjithashtu pjesë e jetës së tij duket të jetë edhe palestra. Aktori shqiptar i cili spikat me imazhin që ka e që dallohet në rolet e tij fal portretit atraktiv, një fytyrë me tipare karakteristike që i japin këtij aktori primatin e primatit më të preferuar shqiptar. Vjen në listën tonë pikërisht në pozitën e 6. Blerim Xhemaili, futbollisti me origjinë nga Titova i cili është pjesë i ekipit futbollistik italian Napoli, është djalë brun, seksi, flok të dendur të zinj, fytyrë paksa të gjerë. Cilësohet trup futbolleri dhe gjithmonë bëhet pjesë e listave që mbajnë emrat e meshkujve më tërheqës dhe seksi. Thashë thomët për lidhjet e tij me femrat kanë kaluar shumë herë dhe kufit e kombit shqiptar. Ai gjendet në pozitën e 5 në këtë listë. E në vendin e 4 renditet modeli me origjinë shqiptare i cili ka pozuar për shtëpi të njohura të modës, padyshim që është modeli më seksi dhe djaloshi me dukjen më glamuroze. Kush tjetër mund të jetë përveç Edison Kelmendit?
Ai ka fytyrë të kuruar bukur deri në detaje dhe një portret për lakmi, gjithashtu dhe trup të formuar, një dukje që modelit Kelmendi ja jep epitetin e të qenit unik në fushën e modës. Stefan Marku, djaloshin nga Gjakova, kësaj radhe renditet në vendin e tretë në listën e meshkujve më seksi për këtë vit. I pashëm, i lezetshëm, ai jo kot është vlerësuar nga fotografi i madh Fadil Berisha. Stefan Marku, model i njohur, është shpërblyer me çmimin Miss Elite Paris. Ai ka imazh serioz, fytyrë me tipare burrore, trup të përkryer dhe të palestruar, e kjo normalisht ka bërë që ai të jetë pjesë e firmës botërore Sherry Hill. Ai gjithashtu nuk i ka shpëtuar shtypit roz. Pozitën e dytë e rëmben Valdrin Muriqi, bokseri profesionist i cili ka një trup tërheqës e të stërvitur, trup vital të cilin do ta kishte zili se cili mashkull, por bokseri Muriqi kujdeset për pamjen e tij deri në detaje. 23 vjeçari i cili u lind në New York vërtet ka një pamje tërheqëse dhe aq të lezetshme, me të cilën shumë lehtë mund të bëj për vete gjininë e bukur dhe të butë. Por ndryshe, Valdrini njihet edhe me nofkën dhe rrugova. Ajo është në listën e meshkujve më seksi për këtë vit dhe padyshim se i takon edhe vendi i parë. Pajtim Kasami, futbollisti 21 vjeçar, josh gjithë adhuruesit e futbollit me dukjen e tij briljante. Pajtimi ka një gjatësi trupore të lakmueshme, trup të formuar, fal kujdesit që tregon për të. Ka fytyrë me tipare simpatike. Pajtim Kasami luan për ekipin anglez Fulham e vetë profesioni i tij prej futbolleri bën që ai të ketë një imazh të kuruar mirë. Urime Pajtim. Na vetëm sa ndoqëm një storje që ka të bëj me meshkujt ma seksi të vitit, e kisha dasht me të vetë, kush është për ty mashkulli shqiptar ma seksi? Pyetje pak e vështirë, nuk e di, duhesh me mlon pak në menu. Tregoj mas këngës. Okej, Zamfina, po na tregon çu ka qenë viti 2013 për ty krejt komplet në skenën muzikore, jesh një kohë. Qysh e kishe cilësu ti si një këngëtare vitin 2013? E kisha cilësu si vetë me shumë punë, shumë të mirë dhe kisha pas dëshirë 2014 me qenë edhe ma mirë. Apo ju pëlqen Zamfina? Çka po doni me ju knu Zamfina? E sonte po ja lojmë ndorë Zamfinës çka doni let na kënon. Është viti i ri, edhe s'po besoj që s'ka me ju pëlqy çka do të këndon. Je vetëm ti, s'di si u mashtrove, ndjenjen që e kam, ti nuk e përmirësove krejt, duken si kur ti koha shkon e nuk pret, po prapur me zdua t'je mune vet. Mandat, dua të t'kem ty, mos le larg, po më në që t'prasëm ty. Mandat, dua të t'kem ty, mos le larg, po më në që t'prasëm ty. Ke gabu, si me mu. Ke gabu, si me mu. Ke gabu, si me mu. Ke gabu, si Ni Sonia, ni Timmy Young, honey Tony, ni Machile. When honey up on party, I think man we Tony, yeah, we funny. I think you're Tony, ni Machile, ni Machile.
se don me mu afru. Zemër nuk t'nali, por ti nuk ke nevoj, ti nuk di të ngutesh, nga do që të shkosh, prap ti mua m'lutesh. Mandat, dua të t'kem ty, mos le larg, po më në që t'presun ty. Mandat, dua të t'kem ty, mos le larg, po më në që t'presun ty. Ke gabu, si me mu. 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 Sonia, me younger honey family, and me not chillin'. When honey up on party, I see me with Tony, yeah, we funny. I sing your Tony, and me not chillin', Duar trokitje për Zamfinën. I donë flokët e mija. Ljumi i adhuron flokët e mija. Si shpeshini këtu jemi me grupin Chaos. Me Viganin edhe me Ljumin. Hajde një duar trokitje për reperët ma të mirë kosovar. Okej, Vigan, t'ja nisim e ty se Ljumin për janë ashkalloja ne. Edhe se ma kemi rët me to mandi. Vigan, qysh ka qenë viti 2013 për ty në pikat shkurta dhe qka pret përveç feje se surime njerë kështu publikisht? Utra shogofshi? Ska përse. Qka kishe priti prej viti 2014 pasi që 2013 ka qenë një sukses shumë i madh për juve duke përfshi edhe albumin X që ka dalë edhe u cilësu si njëri prej albumeve më të mira kosovare? 2013 që mdo këtë o konë shumë veti sukses shumë për neve që the edhe mirë që kena qitë albumin, o konë projekt shumë i madh dhe kena kry, kena pas shumë kongë mira që ka netë shumë mirë. 2014 që më presim me konë njëjtë. Inshallah jesë njëjtë, punojmë prapë, bojmë kongë prapë. Inshallah e presë njëjtë. Nashta edhe martosh 2014. Ashta, ku me ditë. Ljumi na trego, ju zakonisht sillni spotje dhe këngë mas shumëti prej gjithë artistave tjerë. Ashtë kjo një lloj strategji e juja që me qenë ma shumë qendër të vëmendje sa çka? Jo, bës, menoj që sjellim ma shumë, njejtë si krejt kur o sezon, a i qesim spotet dhe qashë. Bravo! Hej! Qatë punë, për qatë punë jena këtu me bo kongë, me bo muzike dhe që ato e bojnë ana. Qashë. Okej, unë po ndalja edhe ti diçka tjetër, te konga Lule Lule. Kisha dashtë me ju pyet, a e kanë gjithë vetën gratë e juja në atë kongë, në atë pjesën e kanabisit, aty në që e dini jo ma mirë? Ato do shbi vetë gratë tona. Qa thu që kanë me thonë ato? Vetë? A ja keni bo venin për me folë kja qa mirë? Jo, veçire, ne na shumë djemë të mirë, shumë të bukur, të fort, të gatë, të hollë, zëshkana, modela, kështu që s'ka lidhe. Kena një që edhe do t'jetë në Fashion TV. Po qëtash, shkoni në skin edhe në arktoni publikun tonë sonde. Sonte jam happy Si me pas emnin gzim Kena darë së festojnë ato natën pa pushim Hani pini knash në mos t'janin kërkujt për shmim Kejti keni frish, sonte njoni për Te kisha di që qështë të knashe mo havera Isha martu edhe një 2-3 her tjera
Ki qatë vynë, qata do zemrave shtyp Ska lidhje që mu knoshi, unë e kom hi kredit dirin fyt Paguj për lokalin, paguj edhe për martesën Jepi pare kutarit, edhe këthe burgjet të njetën Mos me no mo për vetën, kështu qa thojnë hala tezet Se jo rrin të natën gati, prap folin keq e preken Mas shumë ti jëmë kur i kom pa pare të nzarë Edhe kur kondojnë balkon me gjakën qarshaf Gjinja tu gjuj kalash, robura tu këty bashk Qifti, hajde për hajt Hajde gëzuar urime 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 për hajt Hajde për hajde, hajde këtë halët e tezët në freestyle që një dur t'najl Vek papa u marrë tu saj Prej nesë dhe më gjes, na pret një jetë në stres Këtë ashtë mu nuk mu trashe, për mu nuk ka më seks Tash nuk bën me doll, vish na herën Interex Mirna me pun grashe dhe për gjithë shka e ves Hajde ana maj, nësë janë me këty Hajde ana djath, dhe e gotën kry I vet me unë mballe që s'pë disha qësh me këty Keshtu e thy kryt, keshtu e thy kryt Jo më ndas më teme, po s'po di që em të lyp Zdi që em të lyp, zdi që em të lyp Ta shguzej me bo nërvës se o ndryshe Nesër në shta lyp t'i vët, s'dën me ma marrë gjyshen Vjera po m'këshu shtrem se po dën më bo qyshe Dosta po ma bojnë, edhe pak se nuk e shtyshe Prap se prap Hajde gëzuar urime për hajt 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 Hajde gëzuar urime për hajrëmori vitin e ri 2014 A jeni tu knaqë sonte me emisionin Matë shobizit në vend? Oke, normal Tash do të vinë një këngëtare shumë e përfoljur këto të na Tash veç jeni të e pa e ftojmë këto Genta Ismailin Përshëndetje gjithë publikut sonte! I du njerës Ata mdojnë mu, ne knoqemi bashk edhe kjo është jeta jam Nuk po di, përveç se unë tash kom ja prezentu këngën Si ty nuk ka, gjithë juve Shpesoj që do t'a ndjeni ashtu si që ndej une Ikni tash Po largomi prej skenës se Genta Ikëm na
përshëndetje madhe për Gentën, si gjithmonë na sjell energji pozitive në skenë. Qysh po kaloni, a jeni të u kënaqur me emisionin? Cili emision është ky? Po juni, edhe njerë, cili emision është? Apo kënaqeni me privin? Hajde më regzuar, hajde urime për hajrë, vitin e ri. Javi urime viti i ri? Urime dhe juve. Për gjithë këtyre që janë sonte me neve të argëtu, radio televizionit, në pak televizionit Klan, dhe gjithë atyre që ndjekin dhe gjithë shqiptarëve, kudo që janë i uroj vitin 2014, dhash Zoti që në momentin kur shumë vende mundohen të na coptojnë neve shqiptarëve, dhash Zoti që ne të bashkohemi pa i pyet ata dhe të jetë Shqipëria bashkuar. Urime të gjithëve, faleminderit. Javi, në këtë vit ke qenë fakt shumë i angazhuar. Kallzona sa pare i fitove? Nuk ka faj, e ka bë pyetjen e mirë. Mirë, po unë duhet t'i them diçka. Nëse njëra dorë merr, tjetra duhet me dhëmë pa tjetër. Dhe kur të marrësh prej popullit të miron. Vërtet si Javi s'ka, si shta edhe Genta ma herët në këngën e saj. Mirë Javi. Skena është për ty, ka dhe sonte, të festojmë qysh është mas mirë i vitin e ri.
këngëtarve, faleminderit fansat më të flak që i ka estrada jonë. Ti falemderojmë pak sponsorat, se i kemi harru sot krejt. E falemderojmë Valdrinin, Studio Selman, Kacin për pamjen tonë të mrekullueshme që na ka bërë sot shumë të bukura. Falemderojmë Studion Buqa, e falemderojmë Argjentarin Rubini që janë kujdes për neve sot. Atje në backstage e kemi Makin, që përsheni po mungon këtu sot me mu, e Maki është atje me Ermal Fizullahun. Urime vitin e ri 2014 që shpo kalon sonte. Urime edhe juve edhe gjithë shqiptarve kudo që janë. Po kalojmë shumë mirë në atmosferë të mrekullueshme. Faleminderit klani, faleminderit juve që keni ardhur këtu, edhe faleminderit gjithë atyre që po na përcjellin. Apo na tregojnë a je bo babadimër për familjen tonde? A ndoshta edhe ki mu bo? Jo, ale, kur t'jen koha. Çka ke vendosur sonte me na knu? Sot do të kënaj një këngë të re e cila thirrët të falja ke edhe nga unë. Atëherë, Ermalin duhet me prit me duar trokitjen më të madhe nëse doni me ju knu. S'kena për ty.
po kaloni sonte në zonë? A u knaqët? E po Liberta, kjo është atmosfera që po na përcjell neve, mua dhe Makin, unë u knaqa për veti, nuk e di për juve. Edhe unë u knaqa, po publiku apo knaqet? Shumë! Ku i keni durt? Bravo! Okej, tash e kemi radhën për këngëtarin që e doni shumë, po normal, është Blero Muharremi! Blero, mirë se erdhe në priven festive. Mirë se u gjej, falenderoj që një orë sonte, urime viti ri, qëhet urë lartë, gjithë. Falenderoj shumë. Blero, jemi në prag të vitit 2014. Apo na tregon si ka qenë viti 2013 për ty? Ka qenë vetë shumë i mirë, besoj që fillimisht kemi pas shnetën që mas mëndësia dhe tjerat kanë qenë shumë mirë. Kështu që besoj që 2014 na sjell shumë sukses edhe shtetë mas pari. Këtu me vete e keni sjell edhe pjesëtarin më të ri të labelit tënd. Kjo është Loni Gashi. Me mrama, unë jam Loni Gashi. S'ku disha tjetër në thonë. Inshallah knaqën e krejt. Oke, Blero, s'kena është për juve, argëtoni. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. I'm untouchable, I'm unbeatable, I'm unbreakable, staying strong is what I do. I'm invincible, telepathical, I control your mind like a shield, I'm bulletproof. I can move fast, move time back, reverse history and change the future's plans. I'm invisible, indestructible, like a bomb I can blow anything. Cause this is my life, unique is what I like. Cause this is my life, your burdens in my storyline. Cause this is my life, unique is what I like. Cause this is my life, your burdens in my storyline. Hiç më përmisu, unë e maj që pa pardon, s'ken as me menu. S'ki dhja pa zonë, as nushte as gjonë, me marrë vesh sistemi jem qysh funksionon. Muj me ton veç, es për mas, nështë të mësonaj sen, se mo nuk e s'gas, se unë jam funksion, formu që ndron, se kur bau me një klik që eksplodon. Ta butem për ty, kur s'munesh me m'thy. Tabu për ty, mon me ngu e nejsen me mësu. Ta butem për ty, kur s'munesh me m'thy. Tabu për ty, mon me ngu e nejsen me mësu.
se me mësu. Besoj që po kaloni një natë mrekullueshme me ne sonte, gjithashtu edhe me artistët tanë që po kënaqen në Zone Club. Ishin Zamfina, Genta, Keos, Labi Ermali për t'u lënë vend më vonë edhe kolegëve të tyre të radhës. E ju mos ndroni kanalin se diçka pikante vjen për ju tani. Ndonjëherë me apo pa dëshirë, vetëm një fjalë goje mund të shkakton skandal. E ne vetë ju se di pse I kemi shumë qejf skandalet. Dhe pa durim presim me I ndëgju apo edhe me kriju diçka, ndonjëherë ndoshta edhe të egzageruar. Me ne sonte në një tjetër lokacion, mos saktësisht në katin e 13 në Grand Hotel në Prishtinë, ndodhet gazetari Vlerian Halili bashkë me mysafirët e tij, ku paraprakisht në vazhdim ju ftoj të ndjekim bashkë një material për gjithë ato të cilat u përmendën, u cilësuan, u folën, u stërfolën, apo edhe bën nga fytyrat tona publike duke I cilësuar si skandale të qëllimshme apo të rastishme. E shohim tani historien për t'i lënë vend Vlerianit me mysafir. Showbizi definitivisht nuk do të kishte të njëjtin lezet që ka, po të mos ekzistonin skandalet. Është skandal? Është të skandaloze? Thuaj mbi vjedhje. Vetë fjallat e jep emocion e të bën kureshtar për të parë se për kë, çka apo ku bën ndodhia. Kush ishte prej e tij e si pete I kalon? Kush jete? Kisha alon dhe frishgojnë ma shumë se si avlen këto vargje. Të gjithë I dorëzohen skandaleve, dikush me ose pa dëshirë bëhet pjesë e tyre. Estrada është vendi ku fabrika njerëzve me famë pa ndërprerë prodhojnë këtë lloj titulli të lajmeve roz. Shtypi, televizioni apo dhe portale që së fundmi janë shtuar bombardohen me shkrime e postime nga më të ndryshmet në frekuencat e tyre. Keni menduar që këto skandale prodhohen me të vetmin qëllim për të përfolur me ditë të tëra në të gjitha vendet ku shikuesi është aktiv? Cilat janë skandalet e vitit që lan pas? Kush bëri më shumë e kush më pak? 2013, një vit I zbehur sa I përket kësaj fushe, por ato që janë skaluan edhe një herë pa u përmendur nga goja jonë. Prive tashmë me tradit ju sjell të bëmat e vitit. Injorimi I mediave ka marrë një trend kohëve të fundit në trevat shqiptare. Kjo është një taktikë e re që përshfrytëzohet nga të famshmit tanë për të qëndruar më larg me jetën e tyre private. Amon, nga e nisur. E shumë përfolura e vitit të kaluar Dafina Zeqiri kishte si cakt të saj këtë taktikë për 2013-ën. Prive derisa po mundohej të përgatiste për ditëlindjen e këngëtares një surprizë, ajo injoroi ekipën. Këtë e bëri me qëllim, sjellja e saj arrogante bëri që shumë nga fansat e saj të krijojnë antipati ndaj Dafinës. Ah, moj Dafina, pse? Pse ja bëre gropën vetës? Derisa tentonte ta mbajë ditëlindje private, mos harroj që fotot e publikuara në Instagram nuk do të shiheshin. E kjo privatësisë mund të thirrët, sidoqoftë, me të viti skandaloz këtu nuk mbaron. Kishte pa kohë që këngëtarja Zeqiri dhe Tuna rikthyen miqësinë që dikur e humbën. Këtu I doli incizimi që kalonte çdo masë të lejueshme për publikun. Ishte hyrja më e madhe në privatësi. Pas audio incizimit që u publikua, Tuna dhe ajo nuk mund të quhen më mike, të paktën për një kohë të gjatë. E për këtë këngëtarja hapi edhe gjyq, por ende pa ndonjë përfundim, nga se nuk dihet se kush e zbuloi këtë incizim. Ndoshta 2014 do të jetë më e mirë për të, varet sa I solli diçka babadimri apo jo, kur dihet se vetëm vajzat e mira marrin dhurata. Mirjeta Shala, emri I 2013 si bukuroshja e vitit e shtetit kosovar. Vajza simpatike ishte pa pik në fake si shprehet populli. Miss Univers, vitin që lan pas u mbajt në Moskë. E shteti rus që mban qirin e Serbisë nuk I dha vizën, kështu duke I vënë rampën Mirjetës për pjesëmarrjen e saj në këtë garë. E si shenjë revolte, fotografi zyrtari Miss Univers Fadil Berisha largoi nga gara dhe Miss Shqipërinë. Kjo garë mbajtur në Rusi u shndrua në skandal mediatik. U bë edhe një minus sa I përket përshtypjeve ndaj Rusisë, nga se shteti sovjetik është edhe homofobik.
A e njihni Edonën? Është kjo Escort Girl. Muaj që lan pas pushtoi media gjermane. Në fakt, Edona ka kapërcyer Ylberin. Transvestitja shqiptare u bë më e përfolura në media gjermane e zvicrane. Kjo për faktin që ishte dikur mashkull, por trupin e saj ndryshoi në femër me operacione duke u bërë një herë përgjithmonë transvestite. E vetën e pakzoi me emrin Edona. Edonës nuk ju duk pak ndryshimi gjinis, po me vete mori edhe ish lojtarin e Gjermanisë Stefan Effenberg, ku këtu edhe nisi fama e saj. Ajo deklaroi që lidhja me ish futbollerin Stefan Effenberg ka lënë kufit e klientelës. Kështu do të bërë seks në shtëpinë e tij në praninë e bashkëshortës. Mirë po Stefan mohoi me pretekstin se këto janë shpifje duke ngritur padinë ndaj saj. Pavarësisht kësaj, lidhja e saj po vazhdon. E ju që ndroni, kujdes, duhet të jeni first class dhe xhepat plot para. Ikim deri në Amerikë tek Mila Sinanaj. Kim Kardashian versus Mila. Opa. Që të dyja mbrapa të fryra. Po se që na u bën rivale, na u bën. Mila, një shqiptare me prejardhje nga Gjakova, duke e idolizuar Kimin, e la dhe atë me gojë hapur. Po pse ashtu? Bukurosha Sinanaj nuk la vend të qoshe pa huazuar nga Kimi. Madje kjo e fundit ja vodhi edhe bashkëshortin që Kimi e përjetoi shkurt martesën me të. Gjithashtu bëri një sex tape, duke munduar të jetë sa më afër idolit të saj. E për tu akmar, Kimi në reality show në saj doli me një bisedë me motrën e mes tjera shta se ku është Shqipëria. Is that a country? Albania, yeah. I think. I kthehemi Gjermanisë, Ardian Bujupi kërkohet nga policia. Këto ishin titujt e shumë gazetave gjatë muajit qershor në Deutschland. E kjo ndodhi për faktin që Ardianit idoli gjaku i nxehtë i shqiptarit e grushtoi një kinez të pranishëm në një klub nate. Po kjo ishte një ngatrim nga të pranishmit, nga se një javë pas i lajmi mori dhen, menaxheri i këngëtarit në privé zbuloi faktin që ishte diçka ndryshe dhe jo siç interpretohej nga mediat. Ardiani ka hinë mes dhe i ka ndo. Momentin që ka hinë mes dhe i ka ndo, ai kinezi vetëm këtyre që ka po u kanë Ardian Bujupi. Kjo është e vërteta sipas menaxherit, e skandali me kohë mbulua nga pluhuri e ushua. Kurse Afrodita Drejsha në 2013 do të mbahet mend si bjondja Leonardo DiCaprios. Aq shumë e aq gjër u komentua se që dikur ju boboll edhe shpatit. Kështu duke u ndalë për një kohë këta dy. Për një kohë? Po, nga se Afrodita sipas disa thashëthemeve, thuhet se ka larg bashkimin me ish të fejuarin Shpat Kasapi. 6 vjet fejes, vështirë se mund t'i bësh të harrohen Leonardo DiCaprio. Këngëtari Bleri Muharremi, apo Blero. Përveç këndimit, hapi edhe biznese si që ishte klabi i tij La Vida Loca. Vera e tij në Suharik, ku edhe ishte hapur klabi, ishte e zënë çdo vikend me shumë emra të njohur të estradës shqiptare. Mes tyre kishte edhe Adelina Ismailin që shfrytëzoi. Këngëtarja kishte mbledhur publik më shumë se asnjëherë në atë klub. E Blero mendje pret, kishte sjellur me vete edhe produksione që do t'ja filmonte të gjithë klipin me publik të Adelinës. Po me sa duket Blero kishte harruar prezencën tonë atë natë, e ne të fshetat nuk i mbajmë, i hedhim ashtu siç janë. Flori Mumajesi tashmë emër tradicional sa i përket kësaj rubrike. As ky vit nuk i shpotoi Florit pa ndonjë të bëm skandaloze. Kësaj herë u rikthye fërkës së dikushme që kishte me Adrian Gaxhen. E ky i fundit e cilësoi edhe gay. Amon mor Adrian, kujdes reputacionin. Por se ai ishte e gjitha vetëm sa për sy e faqe, e plur të zgjuar në media, kjo mbetet si e vërteta, pasi që ishte video fesi dhe prania e prives, intervistoi këta të dy për marrëdhëniet mes njëri tjetrit dhe performancat e tyre në këtë festival. Unë jam heshtje. Ja, thjeshërime, top video kjo bravo. Teksa jemi te Flori, mos të harrojmë që zhurmë të madhe po vazhdon të bëjë marrëdhënia e tij me Acromax, rrjetin e kanaleve në YouTube, ku po akuzohen të dy palët për heqje të drejtave në YouTube. E ne më gjatë hapësirë nuk pijapim, pasi që kjo punë është ende në gjykata, por endi edhe kësaj kam i ardhë.
Nga djemt, kthehemi tek vajzat në Prishtinë. Grupi Have-it pranishme u pa në edicionin e fundit të Prifesit, kështu duke u shndruar në skandal performancën e tyre në terrasën luksoze të hotelit ku ishin mbledhur shumë aktorë dhe protagonistë të festivalit. Vajzat u bën bashk e përqeshën glamurin e eventet tona, kështu duke shpreh inatet e tyre me gjendjen civile në vendin tonë. Imazhi i Sherry Hillit, Diana Avdiu, nuk kaloi pa u përmendur. Kjo për faktin nga se ishte e pranishme me Agron Selimi në një drek pune. E dikush nga portalet tona u pa e pranishëm e shkrepi aparatin 1-2-3 herë. E për këtë doli lajmi se këta të dy janë në lidhje. Kjo ndikoi keq në imazhin e modeles dhe gjithashtu të organizatorit të spektakleve të bukurisë Agronit. Gjithçka po shpërndahej në portale dhe televizione me jehon, me mbi tituj: Diana prish familjen Selimaj. Por erdhi një moment që gjithçka doli në shesh, dhe Agroni shprehi haptazi marrëdhënien e tij me Dianën. Nuk është e vërtetë që unë jam në lidhje me Dianën, nuk është e vërtetë që unë jam nda prej familjes time. Unë jetoj me familjen time në Zhenevë, në Zvicër, jetoj shumë mirë, fatmirësisht e kam bashkëshortën që është shumë e kuptueshme. Pra, qetësohuni, Diana dhe Agroni vetëm një marrëdhënie pune. Sidoqoftë, 2014 shpresojmë të jetë e duhura për të gjithë, por mos harroni, qaq më shumë skandale, qaq më jetë pikante. Përshëndetje Liberta, e di që ti je rahat atje, ndërsa kolegët e mi janë zonklla po përjetojnë një atmosferë të paharrueshme. Edhe unë këtu kam musafirët e mi, për sonte, që kanë një temë shumë pikante me fol. S'pari kisha dashur mi prezantu musafirët e mi, e nisi me Dianën. Diana Avdiu është Miss Univers Kosova në vitin 2012, Derim Neziri gazetar, edhe njëkohësisht Saranda Shala manekene, ose modele. S'pari mirë se erdhë edhe çushponine? Fantazi. Mirë se i gjetëm, po një jam shumë mirë, fest. Fest. Dian? Shumë mirë. Okej, atë para se më nis po duam të bëj gëzuar për 2013 që lan pas, se presim 14-ën. Gëzuar. E pam që pat shumë skandale të përshime për prives. Ajo që u përfundu storia me atë skandal është me Diana. Diana e përfundu storia me ty edhe me ty po du me vazhdu me fillu bisedën lidhur me skandalin e 2013 që u konë i adresuar për ty. Cila është pyetja? I adresuar për ty tash po dalin te ajo që ke me Agronit e pestë. Po krejt e panë storjen e panë edhe një farë, më thojnë za rrëfimit dikuj. Po ndalja tash po flas veç për vete për arsye se nuk e shoh të arsyeshme në asnjë mas konsiderate me fol për jetën private dikujt tjetër. Veç po ju tregoj që unë si jam e dashuruar edhe si jam e kërkon. Se në një vit e gjysmë po flas, ato përpara më kon fëmijë. Okej, do të s'ka kur gjithë vërtet për asaj, edhe ju vetëm antoni këto. Sar? Unë e mendoj që kur je fytyrë publike, pa tjetër që jeta jote private s'është më veç e jotja. Po njerës kanë me të përcjellë kudo që je, dush me pas kujdes me kanë del, me kanë re, edhe që ka bënë sigurisht. Po të rasti Dianas, unë personalisht, kur e kom pa atë artikull, s'mu ka duk edhe nuk mu ka duk tragjike as pak, se tek e fundit Diana është mes. A i djali në fjallë, organizatori i misit kanë dalë me pi një kafe dhe qka. Po në rregull për që ato shkrimet që janë bo, që Shkrimet? thonë se Diana për shembull Dikush ka pas qef me bo atë shkrim në shta. U publiku me një portal edhe portalet tona asë njëherë nuk prodhojnë lajme. Po ato gjithmonë kopiohen. Ose kopiohen prej prives, ose kopiohen prej emisioneve caktume. Okej, ndërim që këshë me thonë ti për këtë skandal që s'qenë ka skandal, si që po thonë këto dyja këto. Krejt normale, seriozisht, me dalë një mis edhe një organizator, po fotografit që jem po, nuk e din ndoshta janë truqet fotografimit, janë truqet gazetarëve të cilët të njohin mirë këtë punë, kanë zonë pozitat cilat kanë lënë pikpyetje. Pastaj përgjigjet e këtyre pikpyetjeve i japi Diana vetë, unë s'kam pse komentar. Cilat kanë qenë pozitat? Pozitat të pikafa? Edhe të folë në telefon. Po.
Unë thash kanë lënë pikpyetje. Kanë lënë pikpyetje. E çato pikpyetje mirë i sqaroj Diana, që do thotë s'ka kur gjuate. Diana, po do pra më rikthye te te. Është Mirjeta Shala, Miss Universe 2013. Ajo që e ka bart koronën e Missit si vjet. Po ka ndodhur një skandal të ashtu mes shteteve, jo mes personave. Rusia nuk e ka pranu Mirjetën si mes për me marrë pjesë Miss Universe. Qa mendon ti si mes që ka qenë vend të Mirjetës? Rreth kësaj ngjarje kam diskutuar edhe një herë tjetër, faktikisht në televizion me juj, është diçka shumë e keqe që të gjithë ka rezultu negativisht edhe faktikisht është shumë negative. Edhe Filipinët nuk e kam pranu Kosovën si shtet, po ajo që ka pas me prezentu Kosovën veç ka shku edhe është këthy. Çështja që ndron që është Serbia, Rusia, e përkrojnë njëra tjetrën, gjana të tilla, po mbi gjitha mbetet dhe është shumë e padrejtë për Mirjetën, e mbi gjitha kur ajo ka pas një potencial shumë të madh për me arrit diçka, edhe me ju ndalë mundësia. Unë po shpresoj shumë që vitin e ardhshëm Mirjeta ka me prezentu Kosovën me një shtet tjetër, po të mbesim te ajo që ka ndodhur. Nuk është dashur me ndodh, ka ndodhur për çështje politike, qysh ndodhin edhe gjëra tjera viteve tjera. Megjithatë Mirjeta vitin e kaluar ka shiju pak këtë kënaqësinë të qenit pjesë e Miss Universe, sepse në vend të fotografive të Dianës, kudo është shfaqur Mirjeta dhe edhe ka bërë kontratë. Megjithatë duket që ky ka qenë një augur i keq atë. Ka qenë bashkë kudo, është një fotografi që është shfaqe, cila është në shumë vende bile kjo është bërë dhe është mediatizuar si ngjarje. Po, ka marrë hapë, ka pas storie mediatike. Kështu që kudo ku ka qenë. Fat ose fatkeqësi. Fatkeqësi, më sha thonë. Diana, po kthehem tash edhe te një pjesë tjetër. Kjo është diçka që e kena parë. E kena folur shumë sene. Po ajo që nuk e dina na, çka ndodh mrapa këtu në spektakleve të bukurisë. Jo në ato backstage, për thona, shtetët, femnat bukuroshët, a ka si gjelozina me se diçka që na nuk mujna mi parë, po mënoj, spektakle që dalin në televizion. Ka jashtëzakonisht shumë gjëra që ndodhin mbrapa skenës. Në një është politika cilën e kanë primare, në dy është gjelozia, që po mendoj shumica e femrave e posedojnë, e mbi gjitha kur ndër 98 shtete që ka janë aty, si cila ka me qenë shumë e bukur. Edhe ekziston për politikë, po flas në raport me Serbinë. Jo mundu me qindra herë sa kam qëndru atje, me fol me to. Normal, jo pse unë kam dasht me marrë dikush një fotografi ose diçka, po kemi pas me qenë afër në skenë. Kam tentu me fol me to, më mitësu me to, në mënyrë që me qenë mirë në skenë. Dhe thotë më ka konvernu edhe mua dhe asaj, ka kundërshtu jashtë normave, ka ndodhur edhe diçka gjatë provave, deri kur ka ardhur në atë masën që është ndru koreografia dhe është dashur me qëndrulat. Komunikim të mirë kur janë në skenë? Jo, nuk është. Po tash unë jam i me dalë nervoz, në derem, po mu nuk më kanë me dalë nervoz, se jam një se do të me kesh. E nëse ajo më bën diçka, më këqyr në i sen, unë normalisht ka me umë rol edhe ka me do keq. Edhe je mundu paraprakisht me ndreq një farë marrëdhënie me mes Serbinë, veç për me rezultu mirë në skenë. Çfarë ide? Ha, ç'është po do? Interesante, ide misesh. Nuk është interesante, është e çuditshme. Gjithmonë mas mirë të kom pas në Serbi. Ku ke marrë pjesë, a? Në për konkursën ndërkombëtare. Këto backstage-at që jena veç të i fol me Dianën. Edhe skena. Skena gjithmonë. Do të gjithmonë sill mirë me juve. Ata në kohën e Sarandës, Saloj kam pas atë idenë që ka me funksionu, është Jugoslavia, kështu që tash me kalimin e kohës përdu që e kanë mërë rrështë. S'kanë thonë Serbia ose Kosova, po na. Sa po menoni që duhet me kona e vija e hollë për mos me kalu privatsin që lejot për media edhe sa duhet me mëri që e dheris të kufini caktum. Sara për nisim prej teja. Je pjesë e showbizit. Nikosisht e ndjek shumë showbizit. Sa po menoni që të projnë mediat ose yjet për marim këta e lejojnë atë hyrjen privatësi tëne. Po marim që shembull rastin e fundit. Është Tuna edhe Dafina, dy këngëtare që përfalen shumë për një incizim zbulum të Dafinës që ka thonë për Tunat. Çfarë thonë për këta? Unë mendoj që nga ana e ati tipi që ka postuar atë video është jo e mëralshme. X pare, sepse
Cenimi privatësisë. Është totalisht cenimi privatësisë. Ty në telefon flet me njerëz besueshëm. Ajo ka fol prej bisedës që e kemi ndëgju, ne e kemi pa që ajo ka fol qaq hapën me ta, qaq shumë ka pas besim të madh me ta, edhe në fund Më shumë mirë zbulu diçka nuk e di. Nuk është etike për sipas teja. Nderim, a është në rregull kjo? Po folim tash për në gazetari. Sa ka drejt, sa mos është e tepruar pak sa? Gazetaria profesionale ka etikën e vet brenda, megjithatë kjo s'ka qenë gazetari. Po veç mediat i kanë dhënë hap shumë të madh. Po, mediat i kanë dhënë hap sepse ka dalë inqizimi dhe pse mos më e bë lajm na. Kjo ka të bëjë me etikën personale, pastaj është një zinxhir interesash, herë të shkputura, herë të lidhura etj. Ata dy kanë cënu njëri tjetrin, ka pas fërkime, ka pas zjarr të marrëdhënies, siç e kemi kuptuar, pse mos më pas na si lajm kur ka qenë bombë. Për këtë showbiz të vakt në përmbajtje. Okej, Dian, prap po sillem që ky vetë mundohet të shkoni pas rezervum për misat. Po kthehem prap te Afërdita Dreshaj. Është një nga premis Univers Kosova që ka përfaqësuar. Edhe u bo e madhe ajo puna me Leonardo DiCaprio mbre dhe s'po ka të nalon, a? Çka të ka pëlqyer më sa? Afërdita që nuk nëse di dhe sot, halo, ka qenë Afërdita që e qik, as ka qenë. Jo, veç çështja ka qenë që Afërdita aty është dok shumë më mirë. Nuk e di. Dok më bukur se që njohim në Afërditën. Kom që kanë dalë më të bukura. Apo, jo, ka trupi gjatë, ato veshjet seksi, ato diçka. Joti ka dhënë fare efektit të jashtëzakonshëm të Afërdita. E Leonardo nga të Afërditës? Veç e ka shfrytzu maksimalisht. Po shihet populariteti i Afërditës sot edhe më herët. Më herët Afërdita u njoh si e fejuar e shpat kasapit. Sot që s'është? Sot njihet si Afërdita Dreshaj. A në është Afërdita Leonardos? Shohim reklamat e saj, photoshoot në për worldwide, si që përqë më vetën ajo. Po, ka pas në ndikim pozitiv dhe ka shfrytzu. Kjo ka qenë strategji e mirë. Kjo është një fat. Një strategji e mirë, po me përmbajtje gati skandaloze. Okej, të shë Dianë në koma s'kohes që po kesh si në vetë, sa po përmenet Afërdita. Sinjale ironike. Për këtë lidhe me këtë sanë. Dianë, ti shekon vend Afërditës. A e kështë shfrytzu të njëtin sanë? Asnjëherë. Atër? Gjithçka që kam njëtë e fitoj me djersën tam, nuk e shfrytëzoj kërkon, edhe është jashtëzakonisht e pa drejtë dhe s'ka nevojë me ndodhi diçka e tillë, se mbi gjitha e shijon, po kur kuptohet që si e kohën ti krejt kanë me të marrë për të keq. E mbi gjitha po ndohet. Ka qenë. Afërdita thotë që ka qenë. Po edhe shpatë thotë që ka shokë të Leonardo. Po, Afërdita thuhet që është ajo. Edhe pse u patën dalë disa thashëtheme që mundet me konë, së është, ka qenë, s'ka qenë, ka dalë disa informata, po mirë, po përfundimisht, storën që e kom bona i fundit është me Afërditën, bashkë këna trajtu këtë temë. Edhe Afërdita thotë që ka qenë aty. Po ka marrë një farë jehune më të madhe se që është dash kjo punë. Storia ju i ka qenë shumë bindse, sepse ajo ka involvu edhe njerëz tjerë. Për shembull Viki Lulgjuraj e modelet e tjera të cilat kanë emër. Me stëne ka qenë edhe Justin Bieber aty pranesh. Që kanë qenë të njëjtin jatë dhe besoj punë e jona e krejt gazetarëve në këtë rast ka qenë. Jo, ka qenë një farë hoteli, diçka që është marrë një naj private. Punë e jona e krejt gazetarëve ndoshta ka qenë me shku edhe te burime tjera, te caqe tjera, po tu e pa që lajmi si lajm u egzageru qatë shumë edhe u bo qatë qip, qatë i lirë, let jetë Afërdita ofër Leonardo. Përjetësisht nëse mundet. Po që shkon mas mirë, ti me ta, ha? Dian, ti nuk e kështë e bo. Atë e themi një farë, si një farë rezerve në veti këtë sanë. E dua Afërditën shumë, kemi punu shumë shpesh bashkë, edhe mas rasti që ka ndodhë me Leonardon, se s'pedia ka ndodhë, as ka ndodhë, nuk më ka rojë me bisedu me të edhe me puna i farë bisede për Leonardon ose diçka të tillë, pas nuk besoj që do të ndodhë, se as aty nuk është. Pyetja që ja kish bërë Diana Afërditës, për shembull kur kish nejt për herë të parë, lidhe me Leonardon. Lidhe me Leonardon? Po. Qyshesh? Qafta me nësar, shka kesh këti përgjigjen Afërdita për Leonardon? Qysh është ai?
Qa ka me tona i kove të fundit ka angazhu njerës që me i gjiru skenat e ti të nxehta me një film cilin është të e angazhu kështu që nuk mendoj që Leonardo në moshën 39 vjeçare është qa që jashtëzakonshëm, sa që mu zdur ka shumë. Për shumë Saranda, ja boni blok. Është tipi mashkulli që më pëlqen, është pak gay. Shtop më ka. I ka të gjenet, a? Veç kur po më kujtohet ajo skena me Kate Winslet në Titanic. Ma të kështu të gata, që kam... Qka kështu me thonë atje? Yje. Ka të qështë na, jam bu yje. Sara, Diana, e shumë tjerë. Po, jeta private të tëne. është një temë dërem që sidomos neve në gazetari na të mbonë shumë. Kena qef shumë e ditë vëre qka jonë të bu. Na nuk është që i konsiderojmë yje në gazetari, na i konsiderojmë punë. Po, punë e jona, po punë e jona e në yjet. Që i vjetë jeni rigorozën? Na e kena showbizin dorë. Po, unë thash se ti thash që jem bo shumë dhe është e vërtet, e kam banalizu, epitetin yll e kam privatizu, që shka ndasht me pare pa pare, po vazhdojmë me manovru me këtë epitet shumë gjigant. Kështu që na, që punojmë dhe që i njojmë shumë mirë, na nuk i konsiderojmë yje, na i konsiderojmë pjesë të punës. Ata janë puna jonë, targeti joni, po nuk janë domosdoshmërisht yje, janë persona publike dhe... Rigorozë në çfarë aspekti? Punë. Sigurisht. Atëherë i bie, jo si gazetar, më falë, nuk kam kurgjo kundër ti që i gazetar. Ska kurgjo personali, kuptojnë veç të folë bised. Kuptojnë. Jo si gazetar, duni me ditë shumë a shumë për projektet e mija, për punë që unë i kom bo. Ishim tuk e folë për yje, është devim totali. Unë vëndë po flasë për statusin për statusin yll. Po. Po flasë për statusin edhe nuk ke konsideroj, prapës po flasë për Diana. Po ti si e të folë për yje, ti e të folë për punë. Po në regull, na i kena punë ajo. Diana, të kuptomi, jena të folë për yjet në showbiz. Neve përgjithsi si populat, ashtë po këthejmë të ajo bashkë e sakt. Në populat neve nuk na intereson që a shumë nështë karjera, projekti, ka nga radhës, është diçka që njët, ose që po folim përgjithsi për punën e tëne. Shumicën e rasteve jena njerës që mërë me thashë, thëme. Ato asë mujna me më hu. Në shumicën e seneve nështë juve si pjesë e showbizit. Por në shumicën e rasteve nështë të pengonë se dikush bënë thashë thëme për juve, ose për juve. Por nikosisht nëse i digjoni disa thashë thëme për dikon tjetër, juve interesojnë. Tash në dërim po dalim të kjo pjesa, kur bënë thashë thëmet, kur tim njëtën private, kur këtë këtu senë ndodhe nikosisht, edhe yjet tanë nuk i pranojnë këto. Qa po menon për këtë farë, lamshë që bojnë nuk po mundet një gjithë pija këta? Ata e kam pjesën e tyre që e pranojnë edhe pjesën që se pranojnë. Për keqja është që shumicën e gjërave nuk i pranojnë, edhe kur ato nga aeroplani duken që janë shumë reale dhe shumë të prekshme, po harrojnë, ta ashtu quajturit yje, që tek ne funksionon burimi. Po harrojnë që ne nuk jemi gazetar qaq të lirë, edhe që nuk e njohim mirë gazetarin, edhe që nuk kemi njerëz burime për rreth. Ne kur plasojmë diçka nuk po flas për gjithë, po flas për një komunitet cilin e njoh, ne sigurisht që i qasemi burimeve të caktuara. Kemi informatën e sakt që ka ndodhë, si ka ndodhë e tjere. Ka pasur raste, ndër vite, që kemi parë dhe mesazhe të njëjti numër, kemi plasur dhe prapë se prapë kemi ngellur ne ata që gënjejmë, ne ata që shpifim, ne ata që qojmë plur, thashe theme, bile kanë ardhur dhe aty sa edhe neve personalisht, si persona nuk janë marrë mo me profesionin tonë, por me neve personalisht, në kanë qujtë thashe theme gjip, ky mirët me ato, Hajde se janë. Sara, për marim shembull, kena diçka një lajmë që është bombastik për juve. Për marim shembull, ke bolë diçka që nuk është shumë e mirë për imazhin të nëse del media. Po na e dina që është e vërteta ajo. Thirrem, të pyesim, e shtjellona që sen me juve në telefon edhe ju për marim shembull thoni jo mos e qeni se nuk është asnjë pikë e vërtetë. Edhe pse na e dina që është e vërteta. Çfarë po ta mërmendem për këtë sen? A duhet me kon realist në shumicën e rasteve, a për me pas atjetën e showbizit, duhet me gëny në raste tilla? Duhet me gëny në raste tilla, duhet, ka njëherë duhet. Është me dojë mos, a? Nëse e din ti që për një marrë është e vërtet, s'moj me thonë po, vala, e vërtet është. Pse? Të vjen pak rënë me pranu që atë realitetin, a qa? Jo, s'më vjen rënë, po nuk duket mirë. Nuk del mirë për syrë? Nuk del, as përveshën. Në Diante? Mendoj njëjtë. Njëjtë, a? A peshen dërëm? Janë njerës. A peshen? Unë arsutoj plotësisht që ka pjesë tjetës tyre si që dhe dënim edhe ne si gazetarë. Normalisht me pas privatësin. Kanë drejt që me mbrojtë rinin e vetë.
po është aftësia e gazetarit edhe pse mungon shumë të na, që s'mundet me i bashkë deri aty edhe me zhbiru deri aty ku duhet, megjithatë që mbrojnë terrenin, mbrojnë edhe yjet më të mëdhaj, e jo veç yjet lokal, se i cënon interesat e veta, cënon imazhin e tjerë. Janë skandalet. Kena, as kena. Mini skandale. Jo skandale tipit shokus. Kemi strategji, edhe pas strategjive kanë lind skandale. Nuk kemi skandale që kanë pas një filles, janë zhvillu edhe kanë shpërthy, ka marrë vesh publiku edhe kanë beti shokum me ato që kanë ndodhur se skandal, është një koncept, një nocion goxha i gjonë. Kështu që po mendoj që kemi pas strategji të cilat janë gatu në mendjet e njerëzve, të menaxherëve, të vetë këngëtarëve etj. Dhe më pas kemi pas mini skandale, të cilat prapë se prapë kanë qenë projekte për të thithë më shumë vëmendje, për të bo më shumë marketing dhe për të qenë më shumë aty ku ata vërtet nuk do të donin të ishin. Në media. Po tash për strategjinë e menaxhimit e këto sene që mujnë me bua dhe vetë. Dian, a i ke pregadit në një? Vish pritni, sa lo të ardhë. Kretin të ardha, edhe skandalin e ke po gati edhe për me nica? Jo, bre, po bëj gore, se me skandale. Diana mirë se ka punën që standard prodhon një farë lajmi, sepse po punon në skenën ndërkombëtare, edhe ky do të duhet ishte lajmi vërtet. Edhe më i vërtet do t'jetë. Edhe halama. A i në të pa Diana? Edhe me i vërtet do t'jetë po flasim për strategji. Po na po presim 2014 që besoj treja të bukura. Veç mes nuk ka me kun. Jo, ajo është e kryme për profesionin e misit ka e kom lonë. Me mes e nisë, masane. Ngrej ku më zhak mi marë tjerat mas vete. Interesant të na me mes e nisin e përfundojnë manikene. Ose ka raste që dhe këngëtare. Veç po nisi modele, më kun mes tash jam prapë modele. Po ka raste që përfundojnë këngëtare. Diqysh do shmo njoftë. Po dhe se puna e misit. Këngëtare ardhshme, Diana. Këngëtare? Edhe te ja. Ai gore, po bëjmë. Diana. Okej, unë tash kisha dashur veç me përfundu këta me një urem të shkurt për juve. Diçka veç për loma. Hajde, thuja. Kur gjo? Për flokë diçka. Okej, atër kisha dashur me ndëgju. Kisha dashur për juve një urem për 2014 vitin që tash më kemi hy. Qa kështë dashur mi uru krejt njerëzve ma dashur, njerëzve që si njeni, njerëzve që ju njohen. Sara? Shëndet, fillimisht, pare, shumë pare. Krejt kanë qef, veç se pranojnë. Me shetit sa ma shumë, me punu sa ma shumë. Edhe skandale me bo pse jo. Dhe ato e në pjesë e jetës. Biles është interesant pa skandale. Jo. U publikun, s'u publikun. Dian, para s'menjat urimin tanë, po du me cek edhe një temë, se edhe me nderimin në juve, është transvestite, shqiptar Edona James, a ke një për ta? Faktikisht, kera parë që një më për to, që ta spjegojnë nderimi e dim baka shumë, ha? Fantazi. Ajo është skandal. A është skandal, definitivisht është skandal, a pse? Po mëndoj që është rrethonat e asaj femën ose mashkull transvestit. E kanë qu deri aty ku ka shku. E kanë qu deri aty, ajo kish më rri goxha. Ca ku shumë millioner, kështu që... Po pja, dhe rranë në sarë. Shone sot kjo është menu. Për to bashkë, Ajo, po, për to bashkë. Ajo tha që mas luftës, luft ka shku në Gjermani. Edhe pas ka qeni djallë shumë i varfën. Familjave shumë i varfën. Ka dashme një më fajtës. Po qysh i ka boj që ato paret? Për me ndryshuj që ato, a? Qa është pytja kryesore? Besëm që vrasën se ka me bo store me to. Qatë pytja ka me bo? Nuk janë lirë. E kështu qatë menon për duke në saj. Për duke në saj, po, stash mo saj. Kjo është një temë shumë a gjonë, pastaj se... Po është një temë e gjonë, po... Masive që kena mundësin që tash për me folë për to, po du me prek paka shumë edhe qëta dhe sa mujna. Duke, saj femën, me flokët bardha, me... Apo në që kish kopiu dikon karakteri pamja saj që është bo? Si plota. Si plot, s'di. Si krejt ato me operacione plastike? Për në starë, tamam. Okej. E historia në përgjithsi,
Çaj e skandaleve, për mbledhja tëne. Çaj që ka flajt me burën e Kimit. Mila Sinanaj. Mila Sinanaj, një kopje keqe. Një kopje keqe për ty, Dian? Një kopje jashtë zakonisht e keqe. Nderim. Një kopje shumë e mirë. Të kondër të nderimi. Pse nderim, po thua, qash? Unë i kam pa disa emisionet Mila Sinanajt në kanalet ndryshme botnore, ku ajo ka fol për eksperiencën e saj me ish burrin e Kim Kardashian, edhe ku ajo ka cek kretë kohën pretendimin për me qenë një Kim Kardashian e radhës. Pse jo? Nëse mundet ajo ka pushtu faqet e parat gazetave, ka dalë kudo e ka realizu ëndrën e saj, sa do e pa moralshme dhe pa hishme tjetë ajo ëndër. Nëse ëndrat njerëz t'i kanë tilla, le t'i realizojnë bile duke bërë gjërat si të Mila Sinanajt, e jo duke kap në mikrofon dorë ose diçka e tillë. Jo, to në spajtëm. Pse po në nësar që zdo të bajdo? Qysh me arrit qëllimet, tu publiku sex tape-a? Ëndra e saj? Ëndra e saj me... Për mu bukimi dytë. Për mu bukimi dytë. Sarë me sarë kush Edhe Kim Kardashian ka pas një video t'il, edhe ka qenë pikrisht ajo video e cila e ka bu Kim Kardashian, kjo kush është, se në majerët nuk e kemi pa dhe s'kemi dëgju për reality show në Kim Kardashian. Kim Kardashian ka qenë milionere edhe pa idol. Milionere? A e di historinë reale të Kim Kardashian? Jo. Po. Nese, tash po dalin të Kimi në verë nuk në atakon. Mas jem veç të Kimi po du me lidhe një sen, a e pa që nështë ta u hakmer një farë mënyre Kimi në reality show në saj që pyte Where is Albania? Po, modrave ti tha që që se din ku është Albania, kur... Jo, kush është, cila pjesë është ky ven, ajo i tha Shqipëria... Une nuk e di që Kim Kardashian nuk e ka ditë ku është Albania, kur ishe dashur e vllau të saj, Rob Kardashian, ka qenë Rita Ora, vajza e cila kretë kohën e ka promovu origjinën e saj edhe rajtë e saj. E njëkosisht edhe Si ka interesua, Sojna, që shumë më Jo, ka qenë shumë involvume. Bile në një rast, Rita dhe Kim Kardashian kam dalë me pi kafe bashkë, kështu që domos dëshmërisht ato... Ka pas me një përvenë në saj. E po që edhe te Mila, edhe ajo është shqiptare. Që kjo kopja keqa? Kopja keqa që me të sanë. Edhe ajo është. Ju ka lidhë familjas Kardashian me shqiptarë. Nuk besoj që ke mu interesu qatë shumë për Milan, ose që ka pas ko më marrë me Milan. As me Krisen, si ka bo për shqipja as Krisi. E lemo dikush tjetër. E qka nëse juve dikush ju kesh kopju të në qatë mënyrë? Të mënu edhe pamin e trupet, flokët, ftyrën, komplet... Edhe... sex tape-a, po nejse, ju s'keni sex tape-a, po diçka tjetër t'juin me pas kopju. Qështë e këshin një vetën? Me pas një kopja e dytë? Sarë? A të kësharë mirë me pa dikon që po mënot më po klja një odhe? Ka të thamë. Ka. Ka? Ka pas. Ka pas raste tila? Ka pas raste tila. Dian? Ama jo... Dian? E kisha konsideru si rast dëmshëm. Rast dëmshëm? Jo, ne kisha menu që është knatësi. Par menu që ka konë mendua Adelina Ismaili për shremin lokal. I bjen që unë si jam po që me vetën. Jo, se dikujnë e përqenti dhe ka qef mu doksit. Po ti më përqenë mu shumë, po unë jem Diana. Po, Anida, jo ka qef mu doksit e. Po edhe mu doksit këtë më regu, po është jetë falë. Si kompliment edhe unë e kësha. Kompliment. E kësha konsideru. Dianës nuk i përqenë. E Dianë, ty shumë hapën në cilësu si Catherine Zeta-Jones. Qa me ndonë Catherine Zeta-Jones për ty, Dianë? Kjo e ka naturale, se në gjanë thjesht, nuk është që më në... Pa operacion. Kejt i shka reale. Nejse, deshta me përmbyll me juve këtë 2013 me fillu 2014, një urem të shkurt prej se cilit. Janë? Po ju uroj gjithve shumë fat, dashuri, mirëqenie, edhe sa ma shumë e qenë të lumëtur edhe në pache me njëri tjetër. Nderim? Mundësisht ma pak strese. Stresi po më duket është në bëtë s'kove të fundit. Kishtë qenë mirë me jetu pak më ndryshe këtë realitet, me u përshtat. Po pajtu me fatin, më të thonë. Paka shumë. Sarë, këtu dyja bashkë, këti edhe parët, a? Po. Qëto dyja të Dianës, kaj dashuri, lumëtëri, paqë. Harmoni e ke këto më rarë. Harmoni, ma pak më nërvëzu. S'na mejtë tjetër vetë se gëzuar për këtë fest. Gëzuar.
Gëzuar, Diana. Gëzuar. Gëzuar, Diana. Gëzuar. Liberta, unë bisedën te me miqtë e mi e kryta, tash po kthena te te. Edhe te kolegët e mia që deshna me përshëndet që në Zone Club të kalu një natë paharrueshme.